A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona dhe shpërblimin për veprat tona. Ndërkaq salavatet dhe selamet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje i adresojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër dhe motra, sikur se e dini, jemi duke trajtuar ngjarjen apo historinë e Musës alayhi salam, të popullit të tij dhe të çdo gjëje që ka të bëjë me atë se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës së tij, prej lindjes e deri tek vdekja e tij. Pjesën e parë kemi trajtuar para disa javësh, edhe i kemi nxjerr disa prej mësimeve më të rëndësishme, pra deri tek aty kur Allahu Taala e ka shpëtuar prej faraonit dhe prej ushtrisë së tij zullumçare. Ndërkaq prej sonte vazhdojmë me periudhën pas shpëtimit, me lejen e Allahu Taala, të cilët pasi që Allahu i shpëtoi nga faraoni, nga zullumi i tij, nga ushtria e tij, edhe dolën në breg me lejen e Allahu Taala, gjatë shpërnguljes, meqense ata tani më kishin marrë një rrugë tre për një jetë tre, ata u takuan me një popull që ishin idhujtar. Meqense ishte kohë e idhujtarisë atë botë, pra kishte shumë popull që adhuronin idhuj, nga më të ndryshëm. Edhe populli i Egjiptit ishte popull idhujtar. Prandaj ata adhuronin shumë idhuj, të cilët i konsideronin si perëndi të tyre, prej cilëve sipas tyre faraonët e mirnin fuqinë. Prandaj ata ishin mësuar me një natyrë të këtill të besimit. Dhe pasi që shpëtuan prej faraonit, atëherë e panë të arsyeshme apo të nevojshme sipas tyre që me adhuru një Zot të ngjajshëm sikurse adhurojnë këto popull idhujtar. Dhe kjo padyshim që e hidhëroi tepër shumë Musën alayhis salam, për shkak se argumentet, mrekullitë, madje edhe shpëtimi që Allahu i dha popullit Musës alayhis salam nuk qenë mjaftueshme për ta për më u bindë që Zoti që meriton adhurimin është vetëm Allahu krijuesi absolut. Dhe për këtë Allahu tregon në Kur'an: "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum." Ata pasi që ne i shpëtuam të Allahu, pra pasi që e kaluan detin, u takuan me një popull që adhuronin idhujt e tyre. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. I thanë Musës alayhis salam: "O Musa, na bëj dhe neve një Zot, sikur se këta kanë zotrat e tyre." Pra një Zot që shihet, që ne orientohemi drejt tij dhe adhurojmë atë ashtu siç po i adhurojnë idhujt e tyre këta njerëz. Musa alayhis salam i tha: "Innakum qaumun tajhalun." Padyshim që ju keni popull ignorant, pra njerëz që veproni vetëm me padituri. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Këta, pra feja e tyre që ju po e lakmoni është shkatrim. Edhe ajo që ata veprojnë është e kotë, është e pavlerë. Qala a ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. A tha Zot tjetër po dëshironi krahas Allahut ose përpos Allahut, ndërkohë që ai juve ju ka favorizu edhe ju ka nderu prej gjithë popujve tjerë. Pra mrekullitë me të cilat e ka nderu popullin Izraelit Allahu Taala janë të papërsëritshme në historitë e njerëzimit. Jo vetëm këto që kanë ndodhur deri tani, por ato që do të ndodhin në vazhdimsi, përkundër mohimeve të vazhdueshme që ata ja kanë bërë Musës alayhis salam. Dhe ato në mënyrë direkte, pa fije turpi. Allahu vazhdimisht i ka begatuar me mirësi. Prandaj populli Beni Israilit konsiderohet populli më i nderuar nga ana e Allahut Taala, që më shumë ju ka thënë mirësi, mrekulli,
por njëherët edhe kanë përfunduar si populli më i ndëshkuar, deri në gjykimit pikërisht për shkak të mohimit, të kundërshtimit që ja kanë bërë edhe Allahut edhe pejgamberëve të Allahut, në veçanti Musës a.s. Pastaj Musa a.s. vazhdimisht i këshillonte që të ktheheshin në besim, të ktheheshin në tauhid, në njësimin e Allahut në mënyrë të pastër. Në këto momente i erdhi urdhri nga ana e Allahut që të shkonte në kodrën e Turit dhe ta merrte shpalljen aty ku vetëm se i kishte filluar shpallja me lejen e Allahut Teala. Pra gjatë shpërngulës, gjatë shtektimit tyre, e la Harunin, vllaun e tij, si udhëheqës të popullit, edhe vetë shkoi për tek kodra e Turit. Allahu i kishte thënë se aty do të qëndroj për 30 net. Musa a.s. kishte vendosur me agjëru për hir të Allahut. Edhe për 30 ditë ka agjëru. E në ditën e 30, pasi i plotson 30 ditë, atëherë e vendos me prish, me bë bajram. Allahu Teala e pyeti, thot, pse e prish agjërimin? Thot, o Zot, nuk dua që të flas me ty e gojës time t'i vi e rëndë, e keqe. Atëherë Allahu urdhon, thot, vazhdo edhe 10 ditë tjera, duke ja bën me dije që aroma e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se sa aroma e miskut, siç edhe na ka konfirmuar edhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Allahu tregon duke thënë: "Wa wa'adna Musa 30 lejla wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lejla." Ne i premtuam Musa alayhis salam 30 net, e pas tyre do të ndodhte takimi, pra me caktimin e Allahu Teala, takimi i përcaktuar nga ana e Zotit, e ne ja plotsuam atij me 10 net të tjera. Deshi Allahu që Musa a.s. ta merrte edhe një nderim shtesë nga ana e tij, që të takohet me Zotin dhe të fliste në mënyrë direkte me të. "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilayk." Kur Musa erdhi tek vendi i përcaktuar nga ana e Allahut që të takojë, pra që të fliste me Zotin, wa kallamahu rabbuh, edhe kur Allah filloi të fliste atij, atëherë Musa e paraqiti një kërkesë tek Zoti fushi plot. Edhe i tha: "O Allah, më shfaq të të shoh, prej dashurisë madhe, prej mallëngjimit të madh që e kishte për Allahun Teala." Mi po kërkesa e Musa alayhis salam ishte pa vend, edhe pse ishte me qëllim të mirë, edhe pse buronte nga dashuria, mi po një gjë e tillë nuk mund të ndodhte, nga se krijesa e kufizuar nuk mund ta shoh krijuesin e pa kufizuar. Sidomos në jetën e kësaj bote, sepse jemi tepër të kufizuar në shqisat që ne i gëzojmë me lejen e Allahut Teala. Prandaj tha: "Erini anzur ilayk", mu shfaq, mu paraqit që të të shoh ty o Zot. "Qala lan tarani", Allahu i tha: "Nuk ke mundësi me më pa." Madje fjala lan tarani i bie që kur s'ke mundësi me më pa, derisa je krijesë njerëzore që jeton jetën e kësaj bote, s'ke me pas mundësi kur me më pa. "Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani", mi po shiko tek kodra, në qoftë se ajo vazhdon të mbetet, vazhdon të ekzistoj, atëherë ti vetëm se do të më shohësh mua. "Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa." Kur Allahu i u shfaq kodrës në mënyrën që vetëm Allahu e di se si ka ndodhur ajo, ja'alahu dakkan, ajo u bë pluhur e hi. Wa kharra Musa sa'iqa. E Musa alayhis salam u alivanos në vend nga ajo që e pa, veç me paramendu na shkatrimin apo tretjen për 1 sekond të kodrës madhe, si kish mu përjetu prej nesh. Është merr i madh. Pra një copë dhe me ushemb me një herë, një është trishtim, e jo me një kodrë e madhe. Kur e ka përjetu atë moment, me njëherë i ka ratë fikë, se ka qenë diçka e papërballueshme për të. Dhe me këtë Allah
ja ka bo me dije që kërkesa jote ka qenë pa vend, o Musa. Se nuk ka mundësi askush me pa Allahun Ta'ala në jetën e kësaj bote. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Kur ati ju rikthyve dia, u kthjell, atëre kërkoi falje tek Allahu edhe e madhëroi atë. Ashtu siç i takon një besimtarit sinqert edhe të denjë. Edhe ja paraqiti Allahut dobësinë e tij, edhe nuk e shfaqsoi vetveten e tij në kërkesën që e ka bë. Edhe pse ajo buronte prej dashurisë flakt që kishte për Allahun Ta'ala. Prandaj tha subhanaka tubtu ilayk, tha i madhëruar je o Allah, pendohem tek ti, wa ana awwalul mu'minin, dhe unë jam i pari i besimtarëve. Pra pas kësaj, pas këtij gabimi, unë jo që nuk do të bëj kësi kërkesa të pa venda, por do të jem i pari i gjithë besimtarëve dhe atë me besim të thellë edhe të plot, pa asnjë mëdyshje. Por çdo herë stoik dhe stabil në të. Atëherë Allahu Ta'ala i dha Tevratin, pra filloi t'ia shpallte Tevratin, dhe atë në pllaka. Ja zbriste Allahu Tevratin në pllaka, nga qielli përmes Gjibrilit në tokë. Allahu tregon duke thënë: "Katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay. Fakhudha biquwwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin." Allahu pra thot, ja zbritëm ne pllakat, të cilat përmbanin prej mesazheve të Tevratit që i drejtoheshin atij dhe popullit të tij, dhe të cilat ngërthenin në vetvete çdo gjë me të cilën ata do duhet këshilloheshin dhe të udhëzoheshin, pra populli i Musës alayhis salam. O tafsilan li kulli shay, të cilat ishin edhe sqarim për çdo gjë. Prandaj Allah i tha: "Fakhudha biquwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha." Merr ata me bindje të fuqishme, edhe urdhëroi popullin tënd që t'i marrin seriozisht mësimet apo mesazhet e tyre. Se urikum daral fasiqin, unë do t'ua bëj me dije, pra Allah po ju drejtohet, unë do t'ua bëj juve të qartë se kush është shtëpia e të prishurve, të shtururve, të atyre që kanë lejthit pe rrugës së Allahut Gjelle Gjelalu. Gjatë kësaj kohe, tek populli i tij kishin ndodhur disa zhvillime të reja, të cilat ishin të pa paramenduara për Musën alayhis salam. Një njeri që quhej Samiri, që kishte prerë prej Semirës së Palestinës. Ky njeri i kishte hyrë vetja në qef, duke menduar se është ai i cili meriton të pasohet nga populli Beni Israilit. Edhe e shpiki një gënjeshtër, edhe ju tha që është vënu Musa se ka qenë premtimi me ardhmë mas 30 netëve. E është vënu Musa sepse e ka hub Zotin e vet. E vonesa ka ndodhur për shkak të mëkatit ton, që e kena bona një mëkat. Cilin mëkat? Gratë e Beni Israelitëve i kanë rujt dukatin, stolit, prej ari të grave të Egjiptit, të koptëve. Sidomos kur kanë pas gazmende, manifestime. I kanë qu të këto dhe ato i kanë rujt. Kur kanë ndodhur shpërngulja, me lejen e Allahut, pra kur kanë ikë këta prej popullit të faraonit, atëra ai dukat ju kanë mbet atyne. Pasi që e kanë kalu detin, edhe ato kanë mbet që realisht nuk kanë qenë tyne. Atëherë ky ka thonë, ky është mëkati për shkak të cilit Musa nuk është kthy, edhe s'u ka gjetë Zotin e vet. Andaj na duhet komplet atë ari me mbledh, edhe me varros me një vend, që me hek të keqen prej nesh. Edhe kjo ka dhes. I kanë mbledh gjithë atë ari, e kanë gropu, edhe ky çka ka bë? Ka shkuar ka marrë atë ari, edhe ka filluar edhe me kriju një viç prej tij. Ka marrë edhe ka kriju viçin prej ari. Një transmetim thot, pasi që e ka kriju viçin prej dorës vet, Gjibrili alayhis salam është paraqit me kalin e tij, mbi cilin ka qenë edhe i ka bërë udhëtimet e veta. Dhe kinë se ky e ka pa,
kur e ka pa Gjibrilin, pra në formën e një meleku prej i formësuar në njeri, edhe kur është nisë për në qiell, dheu që është trazu prej kalit Gjibrilit, ky e ka kap me komplet grushtin e tij, edhe ja ka hudh viçit. Në ato momente me lejen e Allahut ka fillu viçi me lëshu zon lope. Edhe ky automatikisht ka shkuar dhe i ka thonë, po ky transmetim është i dobët, nuk pranohet. Po ishte më përmend si njohuri. Edhe ky ka fillu me paraqit në popull se ky është Zoti ynë. Pra Zoti të cilin e ka humb Musa është ky viçi. Prandaj na duhet me e besu. Sidomos kur ka fillu ai za me u dëgju prej atij viçi. Ndërkëtë shumica e komentuesve të Kuranit thonë që ajo çfarë thot ky se un kam pa gjëra të cilat ju nuk i keni pa ose populli ju nuk i ka pa, ka të bëj me atë që ky e arsyeton vetveten se është më i ditur i prej tjerëve. Pa nuk ka të bëj me atë se e ka pa Gjibrilin alayhis salam edhe kalin e Gjibrilit e ka marrë për dheut, por se ai ka mendu, e ka konsideruar vetveten si më i ditur i prej tyre, prandaj edhe e ka bën një veprim të tillë. Ndërkaq sa i përket zonit që është dëgju, ekziston mundësia që është dëgju, nëse ky ka qenë një mundësi e artë e djallit mallkum për me ju bë fitne njerëzve apo popullit të Musës alayhis salam. Edhe ata kanë ra prej kësaj fitne normalisht. Allahu tregon në Kur'an duke thënë se përgjatë kësaj kohe që ka ndodhur kjo ndodhi, normalisht që Haruni, me qenë se ka qenë udhëheqës i popullit të Musës pas tij, për aq kohë sa Musa alayhis salam do të ishte në kodrën e Turit, ai ka këshilluar ata. Ju ka tërheq vretin, ju ka thonë që kjo rrugë është e gabuar. Ka dashur me i marr ata dhe munis për tek Musa, se vendin e ka ditë ku është. E ka ditë që është në kodrën e Turit. Mirë po është friksu se ka fillu veç polemika mes popullit. Disa kanë thonë që na do të me adhuru viçin, e disa tjerë kanë thonë jo, do të me prit Musën alayhis salam. Edhe ka fillu konflikti mes popullit. E për mas mu përqa populli, ka thonë ma mirë për pres Musën dhe i të kthejet. Edhe nuk i ka marrë. Edhe ka prit dhe i të kthejet. Mi po gjatë kësaj kohe, Samiriu veç se ka punu. Ka fillu fushatën e tij, ka fillu me mbjell këto mendime idhujtare në mesin e popullit, kanë fillu shumë prej popullit me adhuru viçin, madje disa prej tyre kanë thonë, ne do ta adhurojmë, do t'i lutemi këtij Zotit, në thonjza, derisa të kthehet Musa. E Musa alayhis salam Allahu ja bën me dije prej kodrës Turit, pasi që ja shpall disa pjesë të vratit në pllaka, i thotë që popullit ka fillu me adhuru një viç. Atër Musa jashtëzakonisht i hidhrum kthehet direkt tek populli vet. Dhe Allah për këtë tregon Kur'an duke thënë faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. U kthy Musa alayhis salam normalisht me shpallje të Allahut tek populli vet shumë i hidhruar. Qala ya qaum alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, o popull, a nuk ju ka premtuar Allahu me një premtim të mirë? Pra premtimin që Allahu ja ka dhënë është i pakrahasueshëm me çfarë do që dikush tjetër ju premton juve. Sidomos pas gjithë asaj që Zoti ka bërë për juve. Krejt që ka thënë Zoti juve ju ka dalë. A ju ka thënë Allahu që unë jam pejgamberi Allahut, ja ka dëshmu. A ju ka thënë Allahu që nuk ju lën vet, ju ka qenë mrekulli, ju ka qenë mu'jize. A ju ka thënë Allahu që kam ju pështu pe faraonit, që ju s'ja ka marrë mendje që keni me pështu një ditë pe faraonit, ju ka pështu. Dhe ata në mënyrë të mrekulluar, mrekulli e jashtëzakonshme që ka mbetë në historitë njerëzimit. Pra, cilit premtim ju të Zotit keni pas dyshim të që keni shku edhe e keni adhuru një viç, cilin e ka kriju dora njeriut, prandaj pse nuk ju keni përmbajt premtimit të Allahut për juve? Pastaj vazhdon Allahu tregon duke thënë e fatala aleikumul ahdu am aradtum an yahilla aleikum ghadabun min rabbikum. A qaq gat ju dok juve që unë shkova atje, e smushit me duru, apo deshtet që ndëshkimi Allahut mi ju përshpejtu juve, dënimi i tij mi ju ardh shumë përpara se sa a ju kishte ardhur me lejen e Allahut, fa akhlaftum maw'idi, edhe ju e keni prish marrveshjen me mua. Për marrveshjen e besimit që ju ma keni dhënë beslidhjen kur e keni dhënë atë
në momentin që më keni pasur dhe më keni besu për pejgamber. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqa as-Samiri. Thana nuk ta kemi prish besën ty, nuk kemi prish kur gjë marrveshje me ty, po thjesht na që ato gjunahe që i kena bart na i kemi liru, jemi çliru prej tyne. Pra atë ari që i kemi largu prej vetës tonë që ishte barë për neve, edhe na e kemi gropu atë, e kështu Samiriu e ka marrë dhe atë e ka kriju dhe e ka boviq. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Edhe ai e ka marrë, e ka përpunu, e ka formësu si viç, edhe ju ka thonë që ky është Zoti i Musës, mi po Musa e ka harru. E ka harru Zotin këtu, e ka shku pe lyp tjetër ka. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمْ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Atash Allah po të regon se si Haruni a.s. e ka bo më të mirën e mundshme për anës ti që me parandalu një gjatë tillë. Mos më rani dhujtaria ta. Një pas ka pas fuqi, përveç këshillës. Haruni po thotë Allahu shumë përpara i ka këshillu ata që mos më ranë këtë provë. Pra mos më dështuan këtë provë që ata i ka kaplu. Wa inna rabbakumur rahman, e Zoti juaj është i gjithëmshirshmi. Pra ka dash me me dije që përkundër këtyre lajthitjeve që ju tu i bë, ktheni Zotit sa ju fal. Ai është i gjithëmshirshmi. Prandaj ju ka drejtuar Allahut me cilësinë e mëshirës. Fattabi'uni wa ati'u amri. Pasoni mua dhe bindjuni kauzës time. Pra asaj çfarë unë po ju thras juve. Qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Ata thanë ne do t'i lutemi këtij viçi derisa Musa të jetë atje. Kur të kthehet Musa, atëherë shohim se çfarë bëjmë. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu. Kur erdhi Musa alayhis salam, edhe shumë i hidhrum, siç thot Allah në një ajet tjetër, për hidhrimit të madh i ka lshu pllakat pe dorës, me cilën Allahu i ka zbrit shpalljen. Edhe ka shku direkt edhe ka kap për kokë edhe për mjekra Harunin, vllahun e tij. Tu mendu se ka qenë neglizhencë e tij që ka ndodhur kjo. E Allah po tregon duke thënë: "Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu." O Harun, çka të ka pengu ty me i ndal këta prej këtij devijimi kur i ke pa që kanë lejthit edhe kanë deviju. Alla tattabi'an, a nuk e tu pasu mu për pejgambert Allahut? Pra, a ke deviju dhe ti? A ke mohu rrugën e Zotit? A ke mohu pejgamberin time si i dërguar i Zotit? E tha asajte emri? A ke kundërshtu kauzën time, misionin tim? Qala yabna Haruni me butësi, me respekt maksimal, edhe pse ishin momente shumë të vështira, se nuk është e lehtë me të kap para komplet popullit për kokë edhe për mjekre, edhe me të shkund, edhe me të tund, edhe me të akuzu me një akuzë të kësaj natyre. Nga se janë disa ajete tjera që tregojnë se ai ka thonë mos më tërpro para popullit, se unë nuk kam faj. Prandaj thotë o djali i nanës, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, mos më kap për mjekër e as për kokë. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqub qawli. Un jam friksu se ti kime më akuzu mu që unë kam bë përqarje mes popullit tënd. Dhe se ti kime mendu që unë i kam anashkalu fjalë tua, apo premtimin tënd ndaj meje. Pra unë thjesht jam friksu që po përqaret populli, prandaj nuk kam mujt me bë kur gjë tjetër, përveç se me të prit ty derisa të kthehesh. Po unë i kam këshillu vazhdimisht. Unë e kam bë më të mirën e mundshme nga ana ime. Atë kur e sheh dhe bindet, edhe kthehet se merr vesh që ai që e ka bë këtë nam është Samiriu. Edhe kthehet i hidhrum drejt tij dhe i thot Musa alayhis salam: "Qala fama khatbuka ya Samiri?" Tha, çka është puna jote Samiri? Çka po ta merr mendja që ke bë ti o Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bih. Faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Ta un kam pa ato që se kanë pa këta. Edhe ky është ajeti që e përmenda më herët se si komentohet për disa dietarëve që ajo ka pa diçka të jashtëzakonshme, që transmetimi është i dobët, ndërkaq ajo që ka thënë shumica e
komentuesve është që unë kam pa atë që tjerët se kanë pa, duke aludu në aftësitë e tij, duke aludu në atë që ky prirjet e tij se kush realisht meriton të adhurohet, pra sipas tij. Wa kadhalika sawalat li nafsi, kështu tha mu, më ka orientu vetvetja ime, pra egoja e tij. Edhe epshi i tij ka bërë që ky me marr këtë vendim. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Musa alayhis salam i tha, ik tha pe këtujt me njëherë. Edhe gjatë gjithë jetës tënde ti nuk ke me u prek prej askuj me dorë. Për shkak se Allahu ja çon një smundje deri në vdekjen e tij, deri në shkatrimin e tij, edhe askush s'ka me guxu me e prek me dorë për shkak të smundjes që e ka. Gjatë gjithë jetës tij ai ka thonë mos më prekni, mos më prek. Siç ka thonë Allahu në Kur'an, fa inna laka fil hayati an taqula la misas, gjatë gjithë jetës tënde ti kemi thonë njerëzve mos më prekni, pa për shkak të smundjes ngjitse me cilën Allahu e ka ndëshku. Wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Edhe ty premtimin e Allahut do të realizohet ndaj teje, i cili është i pa kundërshtueshëm. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa. Edhe kyre mirë këtë Zotin tënd, cili ti ju ke lut, pra duke aludu në viçin që ai e ka kriju me dorët e veta, lanuharriqanna, do ta djegim atë, thumma lanansifannahu fil yammi nasfa, edhe hirin e tij, pluhnin e tij do ta hudhim në det. Ashtu dhe ka bë Musa alayhis salam, e ka marrë, e ka djeg viçin, edhe komplet atë hirin e ka marrë dhe e ka hudhur në det. Në këtë formë ja ka bë me dije që ja kanë keni adhuru ju. Shikoni çfarë Zoti keni, kaq i dobët është Zoti juaj që ju keni adhuru. Edhe Samiriu, edhe ata që janë mashtruar prej tij. Pastaj ju ka thonë inma ilahukumullah. Zoti juaj është Allahu, alladhi la ilaha illa hu, i cili është i vetmi që meriton të adhurohet. Pra është i vetmi Zot i cili e meriton adhurimin dhe lutjen drejt tij. Wasi'a kulla shay'in ilma, i cili me gjithë dijen e tij absolute përfshin çdo gjë. Pra në këtë formë Musa alayhis salam e ka rikthy besimin e pastër, apo është përpjek me rikthy besimin e pastër të popullit të tij drejt Allahut fuqiplot. Pas kësaj Allahu Teala i ka dërguar vazhdimisht Musës alayhis salam prej shpalljeve nga Tevrati, në mënyrë që populli i tij me qenë të kapur pas fjalës së Allahu Teala dhe me qenë prej atyre të cilët nuk do të binë më në kësi lloj gabimesh, siç edhe kanë ra ata. Mirpo Musa alayhis salam aq i turpëruar më shëndi përballë Allahu Teala, saqë ka vendosur me i marr 70 burra që kanë qenë sipas Musa alayhis salam më të mirit prej Beni Israilëve. I ka zgjedh 70 burra më të mirë që kanë ekzistuar për Beni Israilëve, edhe ka shku në kodrën e Turi Sinas për me kërku tek Allahu falje për ata që kanë ndodhur. Nga se është friksu për ndëshkimin që Allahu Teala mund t'ia zbres popullit të tij. Pra çdo herë i mëshirshëm ndaj popullit, çdo herë duke dëshiruar udhëzimin e tyre, duke dëshiruar pendimin e sinqert nga ana e tyre dhe rikthimin në origjinën e pastër të besimit, kur nuk ka hedhur dorë Musa alayhis salam. Prandaj është prej pejgamberëve më të dashur tek Allahu Teala dhe më të vendosur në kauzën e tij pejgamberike. Pra edhe pse ata kanë ndarë një dhujtari, edhe pse kanë bë një prej mëkateve më të mëdha që mundin me u bë, prap ka dashur që Allahu Teala ata më i fal edhe më ia mundsu atyre udhëzimin e drejtë. Prandaj Allahu tregon në Kur'an duke thënë se waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل. Kur Musa alayhis salam i zgjodhi 70 prej burrave të Beni Israilëve, pra si mas zgjedhurit e tyre, në takimin e caktuar për ta takuar Allahun Teala, e kur ata i kaploi dridhja apo termeti. Pse këta shak kishin bë, këta e kanë dëgju Musa alayhis salam të fol direkt me Allahun. E kanë dëgju, edhe prap e kanë mohu. Qëta 70 më të mirë e Beni Israilëve e kanë mohu. Allahu e ka dridh kodrën e Turit për me atë rejk vrejtin.
këta prap nuk kanë besu, subhanallah. Atër çka bën Allahu Teala, i vret me rufe, direkt Allahu e çon rufen, edhe rufeja i vret 870 në vend. Atër Musa a.s. i drejtohet Allahut, thot, o Allah, thot, këta janë më të mirë që i kum pas. Pra nëse këta mo mbaron puna atyre, nuk kam kanë për me skuj me qufejnë tonë në vend. Ka thonë, lut në o Allah, rinjalli, në mënyrë që unë me vazhdu misionin. Atër Allahu Teala i rinjall, me lejen e ti, edhe i rikthen ata në besim, me kusht që ata me vazhdu, me pasu Musa a.s. edhe me qenë besimtar të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kur këta edhe pas kësaj nuk kanë besu, Allahu i kanë dëshku, apo i ka sfidu në fakt, me shku dhe me qiru Kutsin. E Kutsi, atë bot ka qenë duar të Kenaninëve, Kenanijunet. Kenanijunet kanë qenë ata që të kanë pas udhëheqjen e Kutsit, cilët kanë qenë zullumçar të mëdhaj, kanë bërë shumë zullum. Përveç se e kanë keqpërdor vendin e bekum, Mesjidul Aqsa, Kutsin, ata dhe kanë bërë shumë zullume në popull. Prandaj Allahu Teala i ka urdhëruar ata me shku Musa a.s. me popullin e vet me qiru Kutsin. Edhe kur ka marrë Musa a.s. me i thirr ata se Allahu na ka shpall për me shku me qiru Kutsin, ata kanë thonë ja, shko ti dhe Zoti yt të qironi Kutsin. Subhanallah. Edhe pas kësaj, pas gjithë atyre mrekullive, pas gjithë atyre përjetimeve që i kanë pas, sidomos ajo 70-qa, cilë Allahu ja ka marrë jetën edhe prap ja ka rikthy jetën, edhe mos mu bind. Kjo nuk ka dyshim që meriton një ndëshkim të rrep nga ana e Zotit. Prandaj Allahu tregon duke thënë se si ata i ka urdhëruar për me shku edhe me qiru Kutsin. Ja qaumi dkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O popull, shkoni e çlironi Kutsin, pra tokën e bekuar të Kutsit, të cilën Allahu e ka caktuar për juve. Pra është tokë që Allahu juve ja ka premtuar. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, e mos ja ktheni shpinën urdhit Zotit që të përfundoni pastaj si të humbur. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Thano Musa, në të pra në Kuts është një popull që është zullumçar. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dhe ne nuk hym në atë vend pa dalë ata pra atij vendi. Pra janë friksu. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nëse ata dalin prej aty, pra pa luftë, atëherë ne hymte. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim al-bab. Dy prej beni Israilëve që kishin mbet, edhe pse ishin friksu prej popullit zullumçar në Kuts, mirë po frikën dhe Allahut e kishin më të madhe. Ata thanë, nuk ka mundësi na me ja kthy shpinën urdhit Zotit, po ta dëgjojmë Musën e të hym e ta çlirojmë Kutsin, se është premtimi i Allahut dhe Allahu ka më na ndihmu. Edhe Allahu e ka përmend si vlerë nga ana e këtyre dyve, se si në rastet më të vështira, pra në situatën më të rëndë për Musën, ata kanë qenë për krasit e tij. Fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Në momentin që hyni do të triumfoni, sepse është premtimi i Allahut. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dhe vetëm Allahun mbështetuni nëse me të vërtetë jeni besimtar. Qalu ya Musa, ata prap edhe pas kësaj përkraje të këtyre dyve ndaj Musa a.s. ata prap e mohon. Edhe çka thanë, bile shkuan edhe në një nivel edhe më tepër të mohimit, edhe të talljes me Musa a.s. dhe me ata të dy, pe beni Israilëve. Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. O Musa, na kur s'kena me hyj aty derisa ata janë brenda. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Shko ti dhe Zoti yt edhe luftoni atje. Inna ha huna qa'idun, ana po rrim këtu dhe po presim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. Ky ka qenë momenti kur Musa a.s. i ka humb shpresat se ky popull do të udhëzohet. Andaj ka bë dua që Allahu me nda mes tyre edhe mes Musës, Harunit dhe atyre besimtarve që e pasun atë edhe me u da çështja atyre më. Këtu me marr fund çdo gjë. Atëherë Allahu i ka ndëshku me ndëshkimin e tihit, e tih që përmendën në Kur'an është 40 vjet Allahu ja ka pamundsuar atyre me hyn Kuts. Edhe për gjatë tyre 40 viteve ata vetëm janë sjell në përshkërtim. Janë sjell, kanë mbredh edhe nuk kanë pas mundësi kur qysh me u qas në Kuts. Edhe kanë jetu me vështirësi shumë të mëdha, përkundër kësaj Allahu Teala ju ka thënë disa mirësi tjera,
se çka ka ndodhur për gjatë tyre 40 viteve, se me çfarë është ballafaqu Musa a.s., se si është taku me Khidrin dhe si ka ndodhur ngjarja me të, se si i kanë mohu këto mirësi nga ana Allahut, populli Beni Israil, edhe pas gjithë këtyre që ata i kanë pa dhe i kanë përjetu, të të shohim inshallah taala javën e ardhshme. Allah ju shpërblet për dëgjimin. Nëse keni diçka me pyet, urdhënoni.